Përshëndetje të nderuar shikues nga studio e lajmeve në Blu Televizion. Një objekt peskatësh, njëri prej të cilëve nën tokë, është konstatuar duke u ndërtuar pa leje në Himar. Policia ka arrestuar në flagrancë pronarin e objektit, ndërsa ka shpallur në kërkim kryeinspektorin dhe 2 inspektor të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit të Bashkisë Himar. Kryebashkiaku Vangjel Tavo shkrin strukturën. Një objekt peskatësh, njëri prej të cilëve nën tokë, është konstatuar duke u ndërtuar pa leje në zonën e quajtur Sug në Himar. Policia ka arrestuar në flagrancë pronarin e objektit, ndërsa ka shpallur në kërkim kryeinspektorin dhe 2 inspektor të Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit të Bashkisë Himar. Sipas policisë, gjatë kontrolleve dhe verifikimeve të përditshme në terren, shërbimet e Komisariatit të Policisë Himar konstatuan se objekti ishte në proces ndërtimi dhe nuk dispononte lejen përkatëse. Në vijim të veprimeve procedurale, u arrestuar pronari i objektit Lulzim Bujari, 39 vjeç banues në Tiranë. Për veprën penale, shpërdorimi detyrës janë shpallur në kërkim 3 punonjës të IMT-s në Bashkinë Himar. Dorian Hoxha, 46 vjeç banues në Tiranë me detyrë kryeinspektor. Mateo Koshi, 31 vjeç banues në Gjirokastër dhe Andi Hoxha, 42 vjeç banues në Tiranë, të dy me detyrë inspektor. Policia bën të ditur se po punohet për kapjen e tyre si dhe për individualizimin dhe dokumentimin e përgjegjësive penale të secilit. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme, ndërsa kontrollet në territor vijojnë. Pas evidentimit të rastit, kryetari i Bashkisë Himar Vangjel Tavo ka vendosur të shkrijë tërësisht strukturën e IMT-s. Sipas burimeve, vendimi lidhet me problematikën e ndërtimeve pa leje, neglizhencën e detyruar në ushtrimin e detyrës dhe dyshimet për favorizim të ndërtimeve të palishme. Bashkia Himar pritet të riorganizojë kontrollin dhe inspektimin e territorit përmes ngritjes së një strukture të re që do të ketë përgjegjësi për evidentimin dhe parandalimin e ndërtimeve pa leje. Ky është rasti i dytë që Vangjel Tavo vendos shkrirjen e IMT-s së Himarës. Një vendim i ngjashëm ishte marrë edhe në datën 9 qershor 2025. Muaj gusht ka regjistruar një fluks të lartë lëvizjesh në portin e Vlorës. Sipas drejtorit të portit Valdet Bello, ka një rritje të konsiderueshme të lëvizjeve, ndërsa fundjava që lan pas regjistroi numri më të lartë të personave të mbërritur mbi 3500 udhëtar. Muaji gusht ka regjistruar një fluks të lartë lëvizjesh në portin e Vlorës. Vetëm gjatë fundjavës, përmes pikës së kalimit kufitar në port, kanë mbërritur mbi 3500 persona, ndërsa fluksi ka vijuar edhe këtë të hënë. Drejtori i portit të Vlorës, Valdet Bello, konfirmon se ka një rritje të konsiderueshme të lëvizjeve, ndërsa fundjava që lan pas regjistroi numrin më të lartë të personave të mbërritur. Po, mund të themi plotësisht në ditët me pikun më të lartë të pasagjerëve. Konkretisht këtë fundjavë 88 dhe 89 ka patur një rritje goxha të shtuar të numrit të pasagjerëve me 1729 pasagjerë ditën e shtunë dhe 1748 pasagjerë në ditën e diel. Diku tek mbi 400 mjetë është këto në ditën e shtunë dhe mbi 400 mjetë po dhe ditën e diel. Domethënë, po bëjmë një llogaritje, janë diku te 3500 pasagjerë në fundjavë, këtë fundjavë që ka kaluar, dhe gati 1000 mjetë. Domethënë, është pika më e lartë që po shikojmë këto ditë, referuar numrit të pasagjerëve dhe të mjeteve. Shpresojmë që ky trend të jetë dhe këtë fundjavë, për shkak të pushuesve që duken që janë të shtuar. Po, në mbasdite, domethënë aktualisht po punojnë 2 tragete, njëri është në mëngjes dhe në orën 5 të mbasdites vjen dhe trageti tjetër, të cilët operojnë në mënyrë të sinkronizuar me njëri tjetrin. Në momentin që niset trageti i parë i mëngjesit, është në ardhje trageti tjetër i mbasdites. Edhe këtë të hënë me tragetin e parë kanë mbërritur edhe 750 persona, ndërsa një numër i përafërt pritet të mbërridhe me tragetin e dytë gjatë pasdites. Kemi vërejtur një rritje të numrit. Ditën e në mos gaboj ditën e diel ka patur një rritje diku tek 800-900 pasagjerë, të cilët kanë lëvizur domethënë nëpërmjet linjës tonë Brindisi. Po. Porti i Vlorës po përballon një fluks të lartë lëvizjesh gjatë kësaj periudhe, ndërsa pritet që ky ritëm të vijojë edhe gjatë kësaj jave. Në këto ditë të nxehta vere me vatra të shtuara zjarre, strukturat e emergjencave civile në Gjirokastër janë në gatishmëri në mbështetje të banorëve. Kështu është shprehur gjatë një interviste për Blu Televizion Spiro Diamanti, kreu i emergjencave civile në Bashkinë Gjirokastër.
Në këto ditë të nxehta vere me vatra të shtuara zjarre, strukturat e emergjencave civile në Gjirokastër janë në gatishmëri në mbështetje të banorëve. Përgjatë fundit të muajit korrik edhe ditëve të para të gushtit, është ndërhyrë përshuarjen e disa zjarreve masive në Pyje, Kullota, të cilat rrezikonin qendrat e banuara. Zjarre të tillë janë regjistruar në rrethinat e qytetit, zonat e Odries, Antigones e të tjerë. Ndërhyrja në kohë e shërbimit zjarfikës të mbështetur nga vullnetarë dhe banorë ka parandaluar rrezikun e zjarreve për jetën e banorëve dhe pasurinë materiale të tyre. Angazhuar të gjitha strukturat në varësi të Bashkisë Gjirokastër, po edhe strukturat të tjera që përfshihen në këtë plan operacional, sikurse janë forcat e armatosura, si dhe strukturat të tjera ndihmëse në rastin e fikjes së zjarreve. Gjatë kësaj periudhe kemi patur rreth 6 ose 7 raste të zjarrvënieve, kryesisht në zonat malore në Pyje dhe Kullota, dhe janë përballuar me sukses. Rasti i fundit ka qenë një zjarr i cili ka rënë natën e ditës shtunë duke u gdhirë diela midis fshatrave Andon Poçi dhe Undkuq. Ishte një vatër e madhe zjarri me një front rreth 3-4 kilometra që rrezikonte të dyja këto fshatra në njësinë administrative të Odries. Edhe ky rast është ezauruar. Ne kemi bërë apel, vazhdimisht kemi bërë organizuar dhe takime me të gjitha aktorët, me administratorët, kryetarët e fshatrave dhe fermerët që operojnë, që janë duke kullotur në zonat malore, për t'i sensibilizuar ata për mbrojtjen e këtyre hapësirave, në mënyrë që sezoni të kaloj me sa më pak raste të tilla. Përgjatë gjithë periudhës së verës, strukturat e emergjencave në Gjirokastër do të jenë në gatishmëri, ndërsa apelojnë për parandalimin e zjarreve në Pyje, Kullota. Merr fund betejë me flakët në zonën pyjore të Drenijes, në kufirin mes bashkive Patos dhe Roskovec. Burime nga tereni konfirmojnë se aktualisht nuk ka më vatra aktive zjarri në pyllin me pisha të kësaj zone. Merr fund betejë me flakët, nuk ka më vatra zjarri aktive në Drenije dhe Vlosh. Situata e zjarreve në zonën pyjore të Drenijes në kufirin mes bashkive Patos dhe Roskovec paraqitet e qetësuar. Burime nga tereni konfirmojnë se aktualisht nuk ka më vatra aktive zjarri në pyllin me pisha të kësaj zone. Pas ditëve të tëra përballje me flakët, forcat armatosura dhe shërbimet zjarfikse vijojnë të qëndrojnë në teren, duke kryer kontrolle dhe ndërhyrje në brendësi të pyllit. Edhe pse flakët janë shuar, në disa zona vijojnë të shfaqen vatra të vogla që nxjerrin tym, kryesisht nga trungje dhe dru të djegur. Forcat zjarfikse po ndërhyjnë menjëherë për të shuar ato me qëllim që të mos krijohet mundësia e aktivizimit të zjarrit nga era e fortë. Burime nga tereni bëjmë dije se situata mbetet nën kontroll dhe se nuk ka më fronte apo vatra zjarri aktive në pyllin me pisha të zonës së Drenijes dhe Vloshtit. Forcat që morën pjesë në operacion vijojnë monitorimin e territorit pasi rreziku i aktivizimit mbetet i pranishëm për shkak të temperaturave të larta, terrenit të djegur dhe erës që vijon të fry. Aktualisht në zonë vëren kryesisht drurë të djegur që vijojnë të nxjerrin tym, të cilat po shuhen nga ekipet në terren për të garantuar izolimin përfundimtar të zjarrit. Në Vlorë, 2 vatra zjarri kanë rrezikuar sërish pyllin e sodës. Flakët përfshin një sipërfaqe të konsiderueshme me bimësi, duke rrezikuar përhapjen e mëtejshme të zjarrit në një nga zonat e gjelbra të qytetit. Efektivët zjarfikës kanë neutralizuar vatrat e zjarrit duke vënë situatën nën kontroll. 2 vatra zjarri kanë rrezikuar sërish pyllin e sodës në Vlorë. Temperaturat e larta të ditëve të fundit kanë shtuar ndjeshëm rrezikun për përhapjen e zjarreve, ndërsa gjatë pasdites së të dielës janë evidentuar 2 vatra të dyshuara si të qëllimshme në zonën e pyllit të sodës. Flakët kanë përfshirë një sipërfaqe të konsiderueshme me bimësi, duke rrezikuar përhapjen e mëtejshme të zjarrit në një nga zonat e gjelbra të qytetit. Për neutralizimin e vatrave është dashur ndërhyrja e forcave zjarfikse dhe strukturave të emergjencave, të cilët kanë punuar për të vënë nën kontroll dhe për të shmangur një përshkallëzim të saj. 2 vatrat janë shfaqur njëra pas tjetrës në afërsi të pyllit të sodës, duke ngritur dyshime për një zjarrvënie të qëllimshme. Për këtë arsye ka nisur dhe hetimet me qëllim dokumentimin e rrethanave dhe identifikimin e personave që mund të jenë përgjegjës për shkaktimin e zjarreve. Pasojat e situatës së krijuar gjatë ditës së diel janë të dukshme edhe këtë të hënë. Një sipërfaqe e konsiderueshme e pyllit është djegur, ndërsa në terren vijon monitorimi për të shmangur riaktivizimin e vatrave apo prapjen e flakëve në zona të tjera. Pylli i sodës mbetet një zonë ekspozuar ndaj zjarreve, veçanërisht gjatë periudhave me temperatura të larta dhe rreshje të pakta. Autoritetet u bëjnë apel qytetarëve të tregojnë kujdes maksimal
dhe të raportojnë çdo situatë të dyshimt, pasi edhe një vatër e vogël zjarri mund të prapet me shpejtësi për shkak të kushteve të favorshme atmosferike. Çdo datë 10 të muajit për pensionistët e Babicës, marrja e pensionit kthehet në një sfidë. Të moshuarit në radhë shënorët e para të mëngjesit për të pritur me orë të tëra deri në marrjen e pensionit, ndërsa zyra postare shërben vetëm me një sportel. Çdo datë 10 të muajit, marrja e pensionit kthehet në një sfidë për pensionistët e Babicës. Të moshuarit detyrohen të zënë radhën shënorët e para të mëngjesit, disa prej tyre që prej orës 5 për të pritur më pas orë të tëra deri në marrjen e pensionit. Ata thonë se pritja zgjat deri rreth orës 13, ndërsa radhët e gjata bëhen edhe më të vështira për shkak të kushteve të papërshtatshme të ambientit ku ofrohet shërbimi. Posta ku tërheqin pensionin funksionon vetëm në një sportel. Në ambient mungojnë edhe kushtet minimale për pritjen e të moshuarve, pasi nuk ka vende të mjaftueshme ku ata të mund të ulen gjatë orëve të gjata në radhë. Situata bëhet edhe më problematike për pensionistët që për shkak të moshës apo vështirësive në lëvizje e kanë të mundimshme të paraqiten fizikisht pranë sportelit. Në Babicë nuk funksionon shpërndarja e pensioneve në banesa, duke i detyruar të moshuarit që çdo muaj të paraqiten vetë për të tërhequr pensionin. Që do unë pensioni, shiko, ne kemi për të marrë si data 10, ora është po vetëm 12 neve, po pikemi në diell. Edhe nuk, për e bopësit edhe, që kemi çdo muaj këtë punktën. Shikoj, ky zanat është muaj për muaj. Na do të tregoj domthonë edhe raportet që kemi që jemi të kutur të tënë jemi këtu. Nuk është se është njëri i saktë tjetri i marrë. Ja, shikoj. Një karrige. Këtu ne jemi 40 metra, këtu që ka 2 stola. Po do. Që është atë gjysmë? Zumrallë, mendoj tash. Provedora 11. 11 pa ishte 5 ora pa në taku. Lagje Vlorës, Gjuna. Njëra të në mëngjes, edhe presën këtu, ka është fajt këtyre, është fajt të poshtë. Nuk është fajt të se këto uabjeni ndaj, nuk kanë monesa. Të poshtë. Ata nuk e logajsen që moshatar gjithë. Me i voglesh 70 vjetë. Shikon. Qa kushtë ishte? Ja, shikon. Ja shi do hajnë, qa, do dalë të po dhe në djelë më të rindë. Kaj, këtyre këto po punojnë në reto, nuk e të të thuash një sportel. Ato punojnë ata, se hoqën. Për orë me radhë, pensionistët presin përpara të vetmit sportel, ndërsa kërkojnë që shërbimi të organizohet në mënyrë që të shmange radhët edhe pritja. Një situatë që përsëritet çdo muaj dhe që për të moshuarit e Babicës e ka kthyer ditën e pensionit nga një procedurë rutinë në disa orë të gjata pritjeje. Trafiku i rënduar që shoqëroi Vlorën gjatë gjithë fundjavës ka vijuar edhe në nisje të kësaj jave. Fluksi i lartë i automjeteve dhe lëvizje ngadalësuar është shënuar që në orët e para të mëngjesit të së hënës, në disa prej akseve kryesore të qytetit. Në segmentet të saktuara janë krijuar edhe radhë automjetesh. Trafiku i rënduar që shoqëroi Vlorën gjatë gjithë fundjavës ka vijuar edhe në nisje të kësaj jave, që në orët e para të mëngjesit të së hënës në disa prej akse kryesore të qytetit është regjistruar fluks i lartë automjetesh dhe lëvizje ngadalësuar. Situata më problematike paraqiten në rrugën transballkanike dhe përgjat Lungomares, dy prej akseve me qarkullimin më të lartë gjatë sezonit veror. Në segmentet të caktuara janë krijuar radhë automjetesh duke vështirësuar lëvizjen e drejtuesve të mjeteve. Edhe gjatë fundjavës këto akse ishin ndër më të ngarkuara në qytet. Edhe pse nuk jemi në fundjavë, duket se fluksi i automjeteve në qytetin e Vlorës dhe radhët kilometrike vijojnë edhe në ditën e parë të kësaj jave. Kjo edhe për shkak të numrit të lartë të automjeteve dhe të turistëve të shumtë të cilët kanë zgjedhur qytetin e Vlorës për të kaluar pushimet e tyre. Rruga transballkanike dhe akset përgjat vijës drejtare janë ato më problematike të cilët shënojnë edhe fluksin më të lartë të automjeteve, ndërkohë që sa i përket edhe policisë rrugore janë vendosur pika kontrolli në të gjitha këto të fundit për të shmangur çdo lloj problematike që mund të krijohet. E megjithatë duket se ky fluks i lartë i automjeteve do të na shoqërojë të paktën deri në 10 ditën e fundit të muajit gusht. Edhe pse fundjava ka përfunduar, trafiku në Vlorë nuk është lehtësuar. Fluksi pushuesve dhe numri i lartë i automjeteve që qarkullojnë në qytet vijojnë të krijojnë ngarkesë në rrugët kryesore, veçanërisht në zonat që të çojnë drejt Bregdetit. Sezoni turistik ashtu ndjeshën numrin e mjeteve që lëvizin çdo ditë në Vlorë, ndërsa problematikës së trafikut i shtojnë edhe parkimet e dyfishta në disa prej zonave më të frekuentuara.
Ngarkesa pritet të mbetet e lartë për gjatë muajit gusht, periudhë që përkon edhe me kulmin e sezonit turistik, ndërsa drejtuesve të automjeteve u kërkohet respektimi i rregullave të qarkullimit për të shmangur bllokime dhe situatat e rrezikshme në rrugë. 10 ditë protestë e banorëve në Divjak kundër projektit për shkrirjen e bashkisë së tyre me Bashkinë e Lushnjës. Kërkesat e protestuesve përmbledhin në një pikë: ruajtjen e bashkisë së Divjakës si institucion i pushtetit vendor dhe kundërshtimin e çdo nisme që të çojë në bashkimin e saj me Bashkinë e Lushnjës. 10 ditë proteste banorëve në Divjak kundër projektit për shkrirjen e bashkisë së tyre me Bashkinë e Lushnjës. Edhe mbrëmja e diel nuk e ka ulur ritmin e protestuesve, të cilët janë mbledhur sërish për të kundërshtuar këtë projekt. Kërkesat e protestuesve konvergojnë të gjitha në një pikë: ruajtjen e bashkisë së Divjakës si institucion i pushtetit vendor dhe kundërshtimin e çdo nisme që do të çonte në shkrirjen e saj me Bashkinë e Lushnjës. Prej 10 ditësh banorët vijojnë të dalin në protestë duke kërkuar që zëri i tyre të merret në konsiderat nga institucionet shtetërore. Paralelisht me protestën vionte firmosja e peticionit, i cili pritet të dërgohet institucioneve të shtetit shqiptar si një tjetër formë kundërshtimi të projektit. Protestuesit shprehen të vendosur për të vijuar tubimet edhe në ditët që vijnë, deri në plotësimin e kërkesës së tyre për mos shuarjen e bashkisë Divjak. Nuk po kërkojmë lëmosh, nuk po kërkojmë as privilegje, po kërkojmë të mbajmë atë status që kemi pasur. Divjaka bashki! Divjaka bashki! Divjaka bashki! Po do të vazhdojmë protestën deri në fund, deri sa të arrijmë atë që neve na takon dhe e meritojmë. Të trajtojmë me dinjitet ashtu siç i takon banorëve të qytetit Divjakës. Bashkëqytetar, këtu në protestë ne jemi mbledhur jo për të sharë, jo për të thyer askënd, jo për të mbrojtur karrikën e dikujt, as për ngjyra politike, po jemi mbledhur për të mbrojtur të drejtën tonë, të cilën e kemi marrë prej vitesh nga qeveria. Dhe për këtë protestë ne jemi mbledhur për t'i bërë një thirrje kryetarit të qeverisë, zotit kryeministër, së bashku me kabinetin e tij, në propozimin e tij për të shkrirë Bashkinë e Divjakës, është e papranueshme. Këtë shesh ne nga kryeministri kemi patur gjithato premtime që të shiteshin prodhimet, të kishim përparësi dhe të na ndihmonte në buqësi, në peshkim, në turizëm, në blegtori. Asnjë premtim nga këto, përveç se ky premtim papritur na vjen që duhet na heqin bashkinë, duhet na heqin folen, shtëpinë tonë. Banorët thonë se ruajtja e bashkisë është e rëndësishme për qytetin dhe për zonat përreth, ndërsa kërkojnë që çdo ndryshim i mundshëm në organizimin territorial të bëhet duke marrë në konsiderat edhe mendimin e komunitetit. Në fund të protestës u zhvillua edhe rituali çdo nate. Protestuesit marshuan në rrugët e qytetit duke përsëritur kërkesën për mbrojtjen e bashkisë Divjak. Me pankarta dhe thirrje banorët vijuan marshimin, ndërsa protesta pritet të vazhdojë dhe në ditët që vijnë. Dhe vijojmë me zhvillime nga kultura për 3 net me radhë. Shatikot u mbajt zgjuar nga këngët labe të performuara nga grupe të ISO Polifonis në festivalin e organizuar nga Bashkia Selenic. Në natën e tretë, 20 grupe performuan duke dhuruar emocione për publikun e shumt, ndërsa çmimin e parë e rëmbeu grupi Vezhdanishtit. Për 3 net me radhë, Shatikot u mbajt zgjuar nga këngët labe të performuara nga grupe të ndryshme të ISO Polifonis në festivalin e organizuar nga Bashkia e Selenicës. Daj me këngë ta qelim bashkë dashurinë. Flet për miqe, flet për vete, flet për halle, flet për derte, fjallën e ka me lezete. Bëna jo kunë mbi dy supe trimi, ma let hapën u dhe shkon me celimi.
Në natën e tretë, 20 grupe performuan duke dhuruar emocione për publikun e shumë që ishte mbledhur në qendër të fshatit Kot. Me jurinë e përbërë nga Kristo Qipa, Golik Jaupi dhe Artur Dhamo, u përcaktuan fituesit e çmimeve në festivalin folklorik. Çmimin e parë rëmbeu grupi Veshdanishtit, ndërsa pasuan me çmimin e dytë grupi Krojet e Velçës dhe në vend të tretë grupi Gumenicës. Çmimin e publikut e mori grupi fshatit Vajzë, ndërsa nuk munguan dhe çmimet për dy grupet e Vllahinës dhe të Gjormit, të përfaqësuara në sken nga të rinjt. Për të qenë edhe më të sakt, renditja ka qenë pak a shumë, por që diferenca e vogël bën atë që sot kemi 3 çmime. Atëherë, çmimi i tretë i jepet grupi i Gumenicës. Për ta dorëzuar zoti Kristo Qipa. Çmimi i dytë i jepet grupit Krojet e Velçës. Çmimi i parë në këtë edicion shkon për grupin e Veshdanishtit. Një tjetër çmim special, pikërisht për të rinjt, shkon grupit të rinjve të Gjormit. Faleminderit shumë. Për organizatorin Sejmen Gjokoli, kënga iso polifonike duhet të mbahet gjallë dhe të trashëgohet e të rinjt. Është hera e parë Gjokoli që marrin pjesë kaq shumë grupe nga territori i Bashkisë Selenicë dhe me një pjesëmarrje të gjerë të publikut. Në fakt ka qenë një manifestim i jashtëzakonshëm i këngës tradicionale të zonës, i këngës labërisë, sepse Treva e Selenicës është kryesisht pjesë e qëndësishme e labërisë tonë. Po kështu do të thoshja që si asnjëherë tjetër pjesëmarrja e cila ja vlet të evidentohet, sepse në këtë kohë globalizmi, në këtë kohë me vështirësi, do të themi, në këtë kohë që turbo folku po bën të vetën, unë do të thoshja që Kota, festivali Kotës, Bashkia e Selenicës po jep shembullin më të mirë se si mund të ruhet, se si mund të mbahet dhe se si mund të trashëgohet edhe interpretohet në breza kënga që na kanë lënë trashëgimi gjyshrit, së gjyshrit dhe të gjitha shekujt që e kanë prur atë. Për antarin e jurisë mjeshtrin Golik Jaupi, të gjitha grupet kanë dhuruar emocione duke performuar për 3 net me radhë në qendër të fshatit Kot. Kënga Labe duhet të trashëgohet e të rinjt, u shpreh mjeshtri. Kënga Labe dihet që është një mrekulli, është e veçantë të gjithë Shqipërinë, të gjithë botën, është UNESCO. Çmimi i parë e mori grupi i Veshdanishtit, që është një grup që ka vitra që kontribuon në shkallë të Shqipërisë, që nuk jasë kudo në jashtë Azeut, dhe janë grupe konsoliduar. Megjithatë, gjitha grupet që janë aktivizuar kontra ne kanë qenë shumë rëndë. Dhe me bukurojse se kjo festival qetëri, unë si Golik jam shumë i kënaqur që pak prezenteri. Dhe optimist jam, patandem në jurinë e këtij festivali dhe u them që të marrë shembull gjithë bashkitë e jugut nga kjo bashki. Mos e lënë këngën Labe për me të hije. Ju uroj gjithë suksese, aq më shumë prezenteri. Faleminderit ju si televizion, faleminderit gjithë gazetarëve, faleminderit të këta që organizuan. Qofshin me respekt e të faleminderit. Ndërkohë, kryetari i Bashkisë së Selenicës Nertil Bella i tha se ka qenë një festival që u mirëprit jo vetëm nga banorët e Kotës, por dhe nga fshatrat e tjerë dhe turistë të ardhur enkas. Qëllimi i këtyre aktiviteteve është të lartësohet kënga Labe dhe të trashëgohet ajo tek të rinjt. Është viti 4 që e organizojmë këtë festival të këngës Labe, pikërisht këtu në Kotë, duke qenë si një qendër historike e labërisë, por edhe e këngës. Për të 3 net janë ngritur në skenë mbi 25 grupe, mbi 300 artistë. Dhe ajo që është risia e këtij festivalit
është se ka shumë pjesëmarrje të rinj. Dhe ky festival, qëllimi kryesor ka qenë përveç promovimit të këngës slave, ka qenë edhe mbartja dhe teqimi të brezat të rinj. Çdo vit ky festival bëhet edhe më i popullueshëm, edhe vetë prezenca e njerëzve në Këshesh tregon qartë, por edhe performanca e grupeve e tregon qartë interesin dhe vëmendjen që kanë për këtë festival. Ne nuk kënaqemi asnjëherë, gjithmonë kritik jemi dhe me veten, por prezenca, emocionet që të japin kur shikojnë të rinj 15 vjeç që dalin në skenë, mendojmë që ka arritur një pjesë shumë të mirë të qëllimit dhe të motivit për këtë festival. Të shia mbi tort ishin dy këngët përshëndetëse, por jo konkurruese, kënga për Lefter Çipën kënduar nga grupi Pilurit Bejke Bardh dhe kënga e kënduar nga mjeshtri Golit Jaupi, kushtuar babait të kombit Ismail Qemali. Bisu pedo të makuna si që më mbajte si për kreu Kemal kur të përzuna, kur të përzuna, o Kemal kur të përzuna, edhe pak, edhe së të zuna, edhe të morinja, edhe pak, edhe të morinja. Rrezikuan të mbyteshin në det ndërhyrja e shpejtë e policisë kufitare dhe njësisë policore detare, shpëton 5 turistë suedez në Ksamil. Turistët u nxorën në breg në mënyrë të sigurt dhe fatmirësisht ndodhen në gjendje të mirë shëndetësore. 5 turistë suedez kanë rrezikuar të mbyteshin në det në zonën e Ksamilit, pasi mjeti lundrues tip pedalon me të cilin po lundronin pësoi probleme. Ngjarja ka ndodhur gjatë patrullimit në hapësirën detare të Ksamilit, ku shërbimet e policisë kufitare dhe njësisë policore detare kanë konstatuar turistët duke kërkuar ndihmë. Sipas policisë, pedaloni ndodhej në vështirësitë e ekzistonte rreziku që mjeti të fundosej. Shërbimet në det kanë ndërhyrë duke tërhequr mjetin dhe duke shoqëruar drejt bregut. Të 5 turistët janë nxjerrë në breg pa dëmtime dhe sipas autoriteteve ndodhen në gjendje të mirë shëndetësore. Pas incidentit, turistët kanë falenderuar punonjësit që morën pjesë në ndërhyrje. Në pikën kufitare të Kakavijës vijon fluksi lëvizjeve në të dy anët e kufirit, ndikuar edhe nga rritja e qarkullimit gjatë sezonit veror. Për përballimin e fluksit të shtuar, policia ka shtuar numrin e sporteleve në funksion, me qëllim për shpejtimin e procedurave dhe shmangjen e krijimit të radhave të gjata në pikën kufitare. Kakavimbi 12.000 persona lëvizën në kufi gjatë 24 orëve. Në pikën kufitare të Kakavijës vijon fluksi lëvizjeve në të dy anë të kufirit, indikuar dhe nga rritja e qarkullimit gjatë sezonit veror. Sipas të dhënave të policisë kufitare, gjatë 24 orëve të fundit përmes kësaj pike kanë lëvizur gjithsej 12.574 shtetas në hyrje dhe dalje, ndërsa është regjistruar dhe qarkullimi i 3.513 mjeteve. Nga totali i shtetasve, 8.453 kanë hyrë në Shqipëri, ndërsa 4.221 kanë dalë nga vendi. Sa i përket automjeteve, 2.234 kanë hyrë në territorin shqiptar, ndërsa 1.279 kanë dalë në drejtim të Greqisë. Për përballimin e fluksit të shtuar, policia kufitare në Kakavi ka shtuar numrin e sporteleve në funksion, me qëllim për shpejtimin e procedurave dhe shmangjen e krijimit të radhave të gjata në pikën kufitare. Ndërkohë, në bashkëpunim me strukturat e tjera të policisë së shtetit, vijon puna për garantimin e sigurisë dhe mbarvajtjen e lëvizjes në mjediset e doganës. Fluksi pritet të vijojë edhe në ditët në vijim, ndërsa autoritetet u bëjnë apel udhëtarëve të tregojnë kujdes dhe të respektojnë udhëzimet e punonjësve të policisë kufitare gjatë kalimit të pikës së kontrollit. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirëpafshim.